çfarë po ndodh realisht në luftën në linjën e mesme, pasi duket sikur ka një dyzim të Donald Trumpit lidhur me këtë luftë dhe në fakt në plan të parë duket sikur është futur në luftë, por nuk po din çfarë të bëjë me këtë luftë. Zotri, Donald Trumpi është shitur kokë e këmbë të Izraeli dhe në fakt Amerikën e kanë pushuar qifutët. Donald Trumpi bën tërësisht politikën e Netanyahut. Ajo që më jep shpresë mua dhe që më ngro pak lidhur me Amerikën dhe me Izraelin është që Kongresi Amerikan dhe Senati Amerikan ka bërë të tëra ato veprimet që Donald Trumpi të shkarkohet. Dhe në dorë që do bëhet zgjedhje për në Kongres, Trumpi nuk e votojnë më. Ngritur 10 milion e sa amerikanë që protestojnë kundër politikës Trumpit. Pra, kjo nuk është pak. Ai është tradhtari i Amerikës. Ai është shërbëtor i Rothschildëve, i Rockefellerëve, i gjithë atyre kriminalëve me emër në botë, kriminalëve më kriminal se sa çdo lloj kriminali tjetër në histori, që bëjnë e kanë prur Amerikën në këtë ditë që po vërtet djem të Amerikës për interesat të qefutëve të Izraelit, për të bërë Izraelin e madh. Kam shpresë se Kongresi Amerikan do ta rregullojë këtë punë, do ta eliminojë. Si është situata e kësaj lufte? Keni shpresa që mund të ketë një armë pushim, pasur parasysh dhe dërgimin e trupave toksore që Donald Trump ka urdhëruar drejtlindjes? Do zoti të dërgoj trupa këmbësore atje, atë pres. Që ti thyej hundë tamam Trumpi. Se Irani nuk pushtohet zotëri. Po dërgoj trupa këmbësore atje, atëre Irani u çlirua. Avokat, kemi parë ca raketa në fakt kohët e fundit të Iranit, raketa të çuditshme, pasi në momentin që janë afër, po themi, takimit me tokën, bëjnë një përdredhje në ajër duke u shmangur dhe sistemit antiraketor të Izraelit. Çfarë teknologjia është kjo dhe deri ku ka shkuar Irani me prodhimin e këtyre raketave? Por këto duhet pyetur specialistët, jo mua. Unë nuk jam specialist, unë flas me ato që shikojnë lajme, me informacione që na vijnë nga rrjetet sociale, me informacione që na vijnë nga njerëzit tanë jashtë shtetit e tjera e tjera. Pra, për çfarë raketash janë dhe ku e kanë marrë teknologjinë, kjo dihet. Atje është ka vajtur e gjithë teknologjia ruse, ka dërguar dje ose par dje ka dërguar sistemin e mbrojtjes antiraketore S-400. Ndërkohë kanë vajtur dhe trupa kineze pas sot në lajme, edhe trupa kineze, prandaj them, do zoti që të futet me trupa Amerika atje që të rrafshohet njëherë për gjithmonë Izraeli. Avokat, pse keni kaq mbledh ndaj Izraelit? Bëre pyetje shumë të gabuar. Nuk kam mbledh me Izraelin. Kam mbledh dhe kam urrëtie për agresorët dhe për vrasësit të fëmijëve dhe të grave dhe të pleqve. Ashtu sikurse kisha të lutem, jo se bëre një pyetje. Izraeli. Po të rrafshohet se është vend agresor. Po të bëhet se s'është se ka vendin aty. Është vend agresor ai, nuk është edhe është popull agresor, nuk e ka vendin atje zotëri. Unë kam ato urrëtie që kam për serbët e Miloševićit që dhe sot e kësaj dite janë me mirë atë zhdukur në Kosovar, edhe su gjendet na me nishan, edhe aleatët tanë perëndimor nuk ndihen, ato urrëtie kam se që kam për çdo agresor, jo vetëm për Izraelin. Në rastin konkret, agresori është Izraeli. Avokata, po i kthehet Izraelit ajo çfarë Izraeli bëri në Gaza? Fal Iranit po. Po e merr mbrapsht. Dhe po e merr mbrapsht me humbje shumë të mëdha që nuk i thonë, nuk i deklarojnë. Izraeli thua se është rrafshuar. Urdhët sa shkruar këtu, Rama pasor Ministrinë e Mbrojtjes thot nga familjarët e vëngut. Do me thënë nga grekët. Nga grekët. Edhe ti thua do na mbroj Greqia neve na iranianët apo na kush do tjetër, jo më zotëri, jo. Ne Greqia praktikisht na ka pushtuar. E gjithë paraja shkon në Greqi. Një fakt do t'u them. Hajtini në
Regency Casino këtu te Tajvani të shikoni kush vjen luan Bixhos dhe kush shkojnë parat që grumbullon ajo kazino e Tajvanit aty, kush shkojnë? Shkojnë tërë në Greqi, zotëri. Se është grek pronari. Për të mos thënë pasaj parat e kompanive telefonistë celulare që të tëra shkojnë në Greqi. Zotëri, nuk flas kot. Këto janë prova që nuk i kundërshton dot kurkush. Zot Islami, lidhur me çfarë po ndodh në Korç, pse është kjo situata atje dhe çfarë po tenton Greqia të bëjë? Është me lejen absolute në heshtje të krye hajdutit shqiptar, i cili tani ka filluar dhe vjedh pronat e shqiptarëve nëpërmjet kryetarëve, kryebashkiakëve në përrethe, duke ndryshuar ato hartat kadastrale, duke i korrigjuar dhe duke i quajtur shtetërore, ato që janë dhe me dokument pronësie, me dokumenta serioze të shtetit, dhe ato i heq, i çvleftëson dhe i quajnë shtetërore dhe pastaj i blen në thonjza kryebashkiaku që ka firmë ndërtimi, i blen kryebashkiaku që do që të marrë truall 10.000 metra katrore që ka marrë 6 me sigurisht e shtetit, në fakt ka zot ajo sipërfaqe, e tjera, po këtu s'ke ku tankohesh, sepse kam thënë, drejtësia nuk ka që bën, drejtësia është e vlerë edhe e komanduar nga Edi Rama. S'ka zgjidhje. Prandaj edhe në Korçë e njëjta gjë është. Bene shikojni çfarë thon korçarët në rrjetet sociale, qytetarët që intervistohen. Shikojni. Atëherë kush do merret me ata? Kush do të marrë hakun atyre? Apo do vej Salihu të bëjë më maç korba Salihu, të mbrojë qytetarët shqiptar. Më kry hajdut se ky tjetri. Ne na kanë jo zotëri, duhet të hapin syt mirë shqiptarët. Partia Komuniste që ka ardhur, që ka marrë emrin rilinje tani në pushtet në Shqipëri, po e shkatërron kombi shqiptar me urdhër të plot të padronëve në Amerikë dhe në Serbi në Greqi. Amerika arri bësejir me çfarë vjedhje dhe krime monstruoze që denocojmë ne ditë për ditë. Ditë për ditë bësejir. Dhe nuk i vjen keq fare, nuk i bë përshtypje fare. Ka vetëm hallin si do u marr parat oligarkëve që çojnë në Amerikë. Unë ne mendonim që ato parat do t'u jepeshin shqiptarëve. Nuk tani marrën vesh që ato u marr kanë për të vajtur në Amerikë. Atëherë pse na duhet? Jo vlla mirë bëjnë. Të vidhni o ti Edi Rama, vidh o zotëri, vidh o njeri, vidh. Bjerë shqiptarëve se ty meritojnë këta. Ty meritojnë, mor ty, ky popull meritoj ka tyja. Ty të ka sjell i madhizot xahil këtu për të çlyer ky popull të gjitha dëmet edhe gjunat që ka bërë. Se ky popull është që mbylli kishat e xhamit në 67-ën. Ky popull është që nuk u ndije kur e shpronësoi Enver Hoxha në 45-46-ën, deri në 50 e ca. Ky popull është që pranoi të boshatiseshin dyqanet e Shqipërisë që ngarkuar me florit edhe shkonin konvoj të tëra shkonin në Jugosllavi. Atëherë në vitin 46, 47, 48. Ky popull është që pranonte të mos pritej për Ismail Qemalin deri në 1948. Ky popull është që pranoi Enver Hoxhën të bënte gjitha ato xheza edhe nuk u ndije. Pra pak e ka këto që i bën ti zoti Edi Rama. Ti jo zoti Stemse, ti Çapaçul po. Ti Llapushi, Palloshi Edi Rama. Ti pak i bën këtij populli. I bën shumë pak. Ky meriton më shumë, më keq akoma. Po atje ku gjendet bëjnë. Të paktën atje ku merremun me çështjet miqësore, nuk hyn dot asnjë burr deri tani. Deri tani nuk hyn dot. Dhe të përpiqen sa të duan. Dhe të bëjnë presione sa të duan e nga të duan. Para ligjit, se fatkeqësisht ligji është me mua. Këta shkelin ligjet e thonë e di unë, thotë. E dua unë, thotë që shpronon shtetërore, thotë edhe pikë. Ore zotëri, na mos shikoj ku ke dokumentin e shpronon me zot. Jo, thotë shtetërore, e di unë, e dua unë. Këto të bëjë Amerika. Për këto e deshëm Amerikën. Nuk e deshëm Amerikën që të mbronte me çdo kusht komunistët të Shqipëri që nga Raljesoni dhe thotë kësaj dite, i mbron Amerika komunistët të Shqipëri. Mos e han sapunin për djathtë shqiptarët. Ne nuk e ham më sapunin për djathtë. Na gënjyen një herë në 91, 92, 93, e po tham diçka do bëj.
kur pam që në Shqipëri e morën pushtetin po komunistët dhe e mbajnë po ata, atëherë pse më duhet kjo Amerikë mua? Të më thotë pse më duhet? Cila është leverdia që kemi në Amerika deri tani? Se deri tani na ka ngopur me luk bosh. Deri tani na ka ngopur me luk bosh. Kështu. Zoti Islami, a mund të futet ushtria greke në Korçë, pra në jug të Shqipërisë? Kur ti doj qefi, kush do ta ndaloj? Dalë më dalë. Kur e bëj një pyetje vetë, kush do ta ndaloj? S'kemi ushtar ne, s'kemi ushtar? Kenya 5-6.000 ushtar, profesionist, quajtu. Me ata do ta përballosh, do t'i përballosh divizionet greket në kallpaqe, poshtë janinët kanë një divizion të tërë rreth 30.000 vet. Të armatosur deri dhe me gjitha armët. Me të gjitha armët. Përfshi dhe aviacionin. Me çfarë do e përballosh ti? Jo më zotëri jo. Grekët deri tani nuk vinë se si lën ata amerikanët, atë miq tan amerikanë që për interesat të tyre nuk e lejojnë Grekun të vijë këtu. Secili përpiqet kush marr më shumë pjesën më të madhe. Zoti Islami, duhet kaloj te një temë tjetër që ka lidhje me një propozim që ka bërë zoti Braçe për të qenë ai kandidat për kryetar bashkie i Tiranës. Si e mendoni këtë iniciativë të zotit Braçe dhe besoni që ai mund të jetë një kandidat potencial për këtë bashki? Por e me të vërtet i besoni këto, po nuk i njihnin ato manovrat e komunistëve ju akoma e hani sapuni për djathtë? Me të vërtet mendon ti se do konkuro, do dal Braçja ti kundërshton, ti kundërvihet Edi Ramës? Po jo zotëri jo. Jo zotëri jo. Është teatri i radhës. Për të thënë që ja ne kemi demokrasi, kemi dhe opozitë brenda partisë, le kush i ha ato. Po për këtë përplasjen që ka ndodhur mes Piropalit dhe zotit Rama, edhe kjo është lojë apo është një përplasje reale? Nuk e konsideroj fare se vlen barra qera të merresh me këto gjëra. Sa avokat Piropali ka qenë ministre e jashtme? Ka qenë kryetare parlamenti? Sa mervesh Gomari nga muzika, mervesh, më faq po e them, sa mervesh Gomari nga muzika, mervesh ajo nga politika dhe nga ministria, nga diplomacia. Qa plit mu, nuk e shikoni, a nuk e shikoni që ajo kudo? A ka qenë avokat, a ka qenë? Në një në karrikën e ministrit jashtë, po, ndonjë, po ministri jashtë nuk qenë. Ka qenë kryetare kuvendi? Po, ka qenë gjithëdhënësje e plot e mirëfillt e Edi Ramës. Ore gjithçka është Edi Rama këtu, kur do ta kuptoni këtë gjë? I ka të tërë vetë mëndor, i ka, urdo? Ata u zunë në mbledhje, bën debatën në mbledhje. Se nuk del Edi Rama dhe ajo zonja t'japin konferencë shtypi. Se nuk del ajo zonja t'japin konferencë shtypi. Ajo ka folur me kode, ka folur me kode. Ato kode t'i mbajnë për në parti, jo për popullit. Pra, që flet me kode? Se duan të merren vesh. Se ajo që është opozitare e vërtet brenda partisë del e thot, po dëgjoj se kam harruar të them një gjë që është thelbësorja. Në Partinë Komuniste të Shqipërisë, Partinë Komuniste të Punës Socialiste të Shqipërisë, Rilindje, o do vdesësh në karrikën e partisë, o do rish, o do i qërohesh, domethënë do të vrasi, do të zhduhin, o do rish në parti. Kundërshtim nuk ka, mendim të kundërt nuk lejohet. Dalje nga radhët e tyre nuk lejohet, e kanë rregull të brendshëm. I njohëm, kemi u plaka unë me ta, u linda, u rrita dhe u plaka me ta, i njoh mirë, i di se si funksionojnë. Pra askush të mos pres që ata të kenë divergjenca brenda. Ata që kishin divergjenca me marifet, u njoftuan të largoheshin vetë, ikën. Të gjithë ish profesorë, ish diplomat, u larguan se e pa se kush bindën pushtet, u erdhi dhe njoftimi ande nga Matan Oqeani që mos u ndjeni se kjo punë do bëhet si themi neve, u bë si than ata, ashtu i ke të marruar, të vdekur, të pakallur, edhe Shqipëria sot është në dorë të mafjes komuniste.